Të nderuar nxënës, mirë se erdhët në lëndën e informatikës për klasën e 6. Sot do të shtjellojmë së bashku njësinë mosimore nocionet themelore kompjuterike. Unë jam Qëndresa Rufati, vi nga shkolla fillore 7 Marsi, fshati Opaj, komuna Lipovës. Njësia ndodhet në librin tuaj, faqe numër 6. Qëllimet kryesore të kësaj njësie mosimore janë që nxënësit të njihen me termin ose terminologjinë e informatikës, të dinë domethënien e fjalës informatik, të dallojnë të dhënat dhe informatat dhe sigurisht në pika të shkurtra të njihen me historikun e kompjutereve. Nocionet themelore kompjuterike. Informatika është shkencë që studion mbledhjen, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave dhe informatave me ndikimin e kompjutereve. Fjala informatik është paraqitur për herë të parë në Francë në vitin 1960, ndërsa më vonë e përvetësojnë dhe vendet e tjera europiane dhe bota. Fjala informatik u përfitua me bashkimin e fjalëve informat dhe automatika, që së bashku krijojnë fjalën informatika. Të dhënat dhe informatat. Kur përmendim fjalën e dhënë, kemi të qartë domethënien e saj, por përmbajtja e saj sigurisht ndryshon varësisht nga rasti në të cilin përdoret ajo. Për shembull, të dhënat janë shenja, numra, fjalë, tekste, fotografi, zëra e të tjerë, të cilat për njeriu vetë për vete nuk kanë ndonjë domethënie ose kuptim të caktuar. E dhëna, për shembull, mund të jetë tingulli i zilës së shkollës që lajmëron fundin e orës mësimore. Më pas, figura e pirunit të thikës në shenjat e komunikacionit. Figura e dëgjuesës së telefonit në vendet e dukshme janë sigurisht të dhëna. Pastaj shikimi i filmit vizatimor paraditarit ose paraqitja e një filmi vizatimor paraditarit televiziv të mbrëmjes, gjithashtu është një e dhënë. Kurse informata është të dhënë që shfrytëzuesit i shërben gjatë sjelljes së ndonjë vendimi. Për dallim nga e dhëna, informata ka rëndësi për marrësin, pasi që ajo rrit njohurit e tija. Për shembull, një definicion lidhur me informatën thotë: më tepër të dhënat të lidhura në mënyrë të caktuar logjike paraqesin informat. Informatat njeriut i mundësojnë të kuptojnë se ç'po ndodh, të sjellë ndonjë vendim ose të marrë ndonjë aktivitet. Të dhënat, për shembull se çmimet në Durrës janë më të ulta se në Ulqin, ishte informat që njeriut aktualisht vendose ku do të kalojë pushimet verore. Për të tjerët, kjo e dhënë mund të jetë ose mund të mos jetë interesante. E dhëna se koha nesër do të jetë e bukur ose me shi, nuk është informacion për dikë që nuk del nga shtëpia, por për bujkun është informacion shumë i rëndësishëm. Fjala informat rrjedh nga fjala latine informatio, që në gjuhën shqipe i përgjigjet fjalës lajmërim apo lajm. Informacioni në aspekt më të gjerë përfshin të gjitha faktet, të komunikuara, të mësuara apo të mbajtura në mend. Teoria e informacionit është shkencë adekuate e cila merret me studimin dhe përpunimin e ruajtjes së shënimeve. Informatika si shkencë është krijuar nga shkaqe praktike me bashkimin e shkencës së kompjuterëve, computer science, ose dhe shkencës së informatave, information science. Sot ne përdorim emërtime të ndryshme, si për shembull informatik, shkenca kompjuterike, teknologji informative e të tjera. Informatika përjetoi zhvillim të fuqishëm rreth viteve të 60-ta në shekullin e 20. Suksesi që e pati e çoi vetë në maje të gjitha degëve industriale. Informatika sot është shkencë mjaft e zgjeruar dhe diversifikuar në disa lëmi, e ndër më të zëshmet janë ato teoria algoritmeve, struktura e të dhënave, përpunimi të dhënave, baza e të dhënave, arkitektura e kompjutereve, kodet dhe kodimet, logjika kompjuterike, komunikimi dhe lidhjet, udhëheqja e proceseve e të tjerë. Tani do të fillojmë të shtjellojmë gradualisht historikun e kompjutereve. Kompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar. Sa në filla e saj, historia e makinave llogaritëse është krijuar kohë më parë. Si datë fillimi të shpikjes së kompjuterëve mund të ndërmarret ose ndërmirret ose të përmendet fillimet e viteve të 1973. Më pas
Në këtë vit, matematikani i njohur Leibniz, i shtyr nga nevoja atëhershme ushtarake, arriti të ndërtojë një makinë të sofistikuar për atë kohë që është quajtur arifmometër. Domethënë kjo është dhe makina me anë të së cilës matematikanti i njohur Leibniz përdori. Arifmometri ishte një makinë mekanike që bënte të mundur kryerjen e 4 veprimeve bazë të matematikës dhe është përdorur sigurisht si tha më herët rreth shekullit të 19 në fushën e artillerisë për llogaritjet balistrike. Do duheshin shumë vite përpjekje për t'u afruar koncepteve të sotme kompjuterike për të ndërtuar një makinë të tillë elektronike si ajo që përdorim ne sot. Fazat e zhvillimit të tij janë: mekanizmi i parë digjital është quajtur abakus dhe është përdorur rreth viteve të 3000 para epokës son, ose ndoshta edhe më herët. Edhe në ditët e sotme përdoret në dyqanet tregtare të Kinës, Japonisë, Rusisë, Indisë e të tjerë. Ky është një mekanizëm në sfera, për nga pamja i ngjashëm me numëratorin e zakonshëm. Kur themi numëratorin, e kam fjalën për numëratorët që përdoren në shkollimin fillor bazë. Abakusi shërben për kryerjen e 4 operacioneve elementare llogaritëse: mbledhjen, zbritjen, shumëzimin dhe pjesëtimin. Ky është një abakus i ngjashëm sikur numëratorët në shkolla fillore, siç thash. Gjeneratat e kompjutereve. Në vitin 1944, Mark I, kompjuteri elektromekanik i parë me qëllim të përgjithshëm, i zhvilluar nga profesori i Harvardit Howard Aiken, është produkti IBM, kompanisë së njohur kompjuterike. Më pas ENIAC, kompjuteri i parë elektronik, i cili ka qenë 30 tonelata, mbi 18.000 lampa elektronike. Më pas në vitin 1950, Univac, kompjuteri i parë komercial me qëllime të përgjithshme. Këto janë dhe një fotografi e paraqitur e lampave ose gypave elektronik. Më pas llojet e kompjuterëve sipas madhësisë ndahen në disa grupe të mëdha: superkompjuterë, kompjuterë të mëdhenj dhe mikrokompjuterët. Do të flasim për gjithë secilin gradualisht. Superkompjuterët janë ndër më të shtrenjtit dhe më të shpejtit në botë. Ato përdoren për hulumtime të ndryshme shkencore. Ky kompjuter është afër 15.000 herë më i shpejtë se kompjuteri personal. Shërben për hulumtime shkencore nga sfera të ndryshme, si shihet në fotografi, ka dhe një përmas shumë të madhe. Kompjuterët mëdhenj zbatohen tek parashikimi i motit, proceset kimike dhe fizike, hulumtimet në gjithësi, nevojat ushtarake, organizata të mëdha që përpunojnë miliona transakcione. Domethënë kjo sigurisht është një arritje e lartë e mainframe computers e prodhuar nga IBM kompania. Më pas vazhdojmë me mikrokompjuterët. Mikrokompjuterët janë më të përfaqësuar në jetën e përditshme. Këta kompjuterë ndryshe quhen edhe PC, pa marrë parasysh madhësinë e tyre, mund të jenë me server ose kompjuter personal. Serverët mundësojnë që një kompjuter i madh të shërbet ose të përdoret me dhëna të përbashkëta, të ketë në përdorim të dhëna të përbashkëta, më pas shërbimet e internetit e tjerë. Kurse kompjuterët personal shërbejnë për përdorim personal. Në kompjuter personal mund të punojë vetëm një njeri. Në këtë lloj të kompjuterëve dallojmë kompjuter personal se personal computer. I shërben një përdoruesi në një kohë. Aplikimet e zakonshme përdoren nëse përfshin përpunimin e tekstit, komptabilitetet, lojra, dëgjimin e muzikës, shikimin e videove e të tjerë, si shihet në fotografi, është një kompjuter personal. Kurse më pas vëreni në fotografi disa lloje të kompjuterëve transportuese, quhen transportuese sepse lehtë barten prej një vendi në një vend tjetër, të tillë si laptop, notebook, handheld computers, laptop, smartphone ose iPad, tablet, PC e të tjerë. Kurse tek kompjuterët integruar kanë specifika të ndryshme ose më speciale. Kompjuterët përdoren për qëllime speciale të dizajnuara ekskluzivisht për detyra të paracaktuara, kontrolli i temperaturave dhe lagështisë, monitorimi i rrajeve të zemrës, më pas monitorimin e sistemit të sigurisë së vjedhjeve në shtëpi e të tjerë.
Shpresoj që jeni nda të kënaqur. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru takofshim në orët e radhës.